Po ku e për sulmin ndaj gjestit ti më rëgjajo? Po ti thot njeri për gocën tënde ato fjalë që tha gjesti për Eglin në dhomën e rrëfimit, çfarë do bëhe ti? Do i thoje king ati? Po i këmërë se lana. Okej, unë do të përgjigje me sa kam unë njohuri, dhe me thonë një përgjigje të arsyeshme. E para, po t'ishte goca ime, t'ishte personazh publik, kur t'i vi mosha, se nuk është në moshë për këtë punë, e nëse luën si kjo, i herë në radhë parë do i thoja unë, si personalisht, si bab, turp kesh. E ke luajt për faqet zez, e për turp, dhe ke luajt sa ke luajt edhe mos hyti tjetër për me baltos vetën edhe ma poshtë. Kaq do t'i thoja unë. Bashkë nuk do merr të vesh, ajo është gjatë tjetër e loj. E dyta mas asaj. E gjestit prap se prap king do t'i thoja. Se jo veç gjesti, po çdo njeri është king, është burr, është i respektuar, si ta thonë gjanë sy në sy. Gjesti asnjë gjë s'ka thonë mas sysh. Ato si ja ka thonë në dhomën e rrëfimit, ja ka thonë 100 herë në sy në sy. Egli, unë nuk një gjanë për ty. Unë nuk dua. Knej, anej, nuk ka ditë se si dhe me thonë, me ja shpjegu në ryshe, vesh si ka shpjegu gjesti. Dheri në atë moment, so, nëse do kisha rrit, Egli me nej prape me ja bon që ashtu, e ka pa gju dhe në atë shkallë, sa me lanë shpinë, e me ikën në punë vetë dhe me thonë, një ashtu o ka për njek. Edhe e kam theksu dhe herë, ju ka lyje, ju kishte lyje për atlete si kur mund të ju kishte lyje, dhe nuk ju shpik ki. Kjo ka ban loj, se asë se ka dasht, asë se dënë, asë se interesën për në gjestit. Se është gjallë gjesti. Por ka hy, e ka pa famën se si po merë një e tjetër gjesti, edhe për pak famë njerëzit po japin shpirtin sot. Okej, gjesti nuk është i pa besë, asë që ka i tregu i pa besë. Për gjithë që i ka thonë, halal dhe kjoftë. A ju ka lyje kjo mas, edhe mashkull, është gjdo mashkull, si tishte kënë në rolin e ti, njëjtë në gjanë dhe kishte ba. Kë ju ka thonë, s'du, heqo. Kjo duhe, kjo e bretit e një tjetër. Aktore number 1 kjo. Kjo është aktore number 1. Aktore pa regjizër. E bon regjin vetë e aktorimin vetë kjo. S'keqa me thonë. Nuk është veç gjykimi jem. Është gjykimi i qindra njerëzve të komentuesve. Shifit komentet të tëra, më thotë kush du më thonë se ke ba gabim? Sa vetë? 100 komente, 200 komente, thonë bravo, mirë, ashtu se thotë i ashtë. Pra do kishin menimin tonë, do kishin kundërshtua. Shtu që, e përsaj për këtë, pikës funit lanam, për që më lanam më të zëtërin? Kjo është emision, si është të përfshim shumica e Shqipnisët Big Brother, komentojnë, japin analiza, unë nuk po i thëmë një gjanë si se ka ba. I gjanë si është ka e bënë të tanë edhe ka shohin të njerëzit. Pse po të djekë kush do si kje, kush do si ti eshti? Pa naj kur të komentojsh në herë tjetër, komenton ma me lidhje, se herë tjetër nuk të kthej përgjigje, po që do si ti eshti se më intereson për ajo, dhe të fus një kokër blokut aty, dhe që i të ranja thanës. Shtu se të përshnes, e dore gjithë mirat.